Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se vendi i tij po planifikon më shumë operacione të thella si sulmi i fundit me dron në territorin rus që shkatërroi një pjesë të flotës së bombarduesve strategjik të Rusisë. Ne duhet të përgatisim plane të thella dhe nuk do të ndalemi, tha Zelensky në një intervistë me ABC This Week të transmetuar të dielën. Zelensky pretendoi se sulmi me dron kishte shkatëruar 34% të flotës së bombardimeve strategjike të Rusisë. Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se u goditën deri në 20 avion luftarak, rreth gjysma e numrit të vlerësuar nga presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky, dhe rreth 10 u shkatëruan, thanë dy zyrtar amerikan për Reuters. Sulmet të përgatitura gjatë 18 muajve në një operacion të inteligjencës ukrainase, të quajtur Rjeta e Merimangës dhe të kryera nga dron që u kontrabanduan pranë bazave në kamion, i dha një goditje të fuqishme simbolike një vendi që gjatë gjithë luftës në Ukrainë i ka kujtuar shpesh botës fuqinë e tij bërthamore. Të shtunën, Rusia sulmoi qytetin lindor të Ukrainës Kharkiv natën dhe në mbrëmje me dron, raketa dhe bomba të telekomanduara, duke vrarë të paktën 4 persona dhe duke plagosur më shumë se 60 të tjerë, përfshirë një foshnje, thanë zyrtarët vendas. Deklaratat vijnë ndërkohë që shefi i inteligjencës ushtarake të Ukrainës tha në një deklaratë të dielën se vendi i tij kishte rënë dakord me Rusinë në bisedime të drejtpërdrejta për të shkëmbyer mbetjet e ushtarëve javën e ardhshme. Ndërkohë, generali i Rusisë Aleksandr Zorin i tha kanalit televiziv Rasha 24 se trenat me trupat e ushtarëve ukrainas do të fillojnë të lëvizin drejt kufirit. Më herët Rusia akuzoi Ukrainën për vonesën e shkëmbimit të burgosurve të luftës dhe kthimin e trupave të 12.000 ushtarëve të vdekur, megjithse Ukraina i mohoi këto pretendime.